Ka shumë njerëz në rrugë. Njerëz në makina, në biçikleta dhe këmbësor. Disa njerëz lëvizin ngadalë dhe të tjerë ecin shpejt. Disa duan të kthehen majtas, të tjerë duan të kthehen djathtas. Për të siguruar që të gjithë janë të sigurt, ka rregulla. Sigurohuni që t'i dini rregullat tërësisht përpara se të filloni të ecni me biçikletë në rrugë. Ka tabela të ndryshme që ju tregojnë se çfarë të bëni dhe ju njoftojnë se ku ju lejohet ta ngisni biçikletën tuaj. Nëse ka një polic, ndiqni udhëzimet e tyre. Ata kanë përparësi, edhe nëse dritat apo tabelat japin udhëzime të ndryshme. Nuk ka polic? Kushtojuni vëmendje semaforëve. Gjithmonë sigurohuni që po shikoni dritat e duhura dhe kushtojini vëmendje ngjyrës. Nuk ka semafor? Kushtojuni vëmendje tabelave të trafikut. Ka shumë tabela të ndryshme. Nëse tabela është e rrumbullakët dhe e kuqe, ka diçka që nuk ju lejohet ta bëni. Nëse tabela është e rrumbullakët dhe blu, ka diçka që duhet ta bëni. Nëse tabela është trekëndore dhe e kuqe, jini tepër i kujdesshëm. Nëse tabela është katrore dhe blu, është aty për të dhënë informacion. Nëse nuk ka semafor dhe nuk ka tabela trafiku, kushtojuni vëmendje vijave dhe simboleve në sipërfaqen e rrugës. Bashkohuni me lote për të mësuar rreth rregullave të trafikut dhe tabelave të trafikut.